Në kryeqytet ka nisur këtë të premte konferenca shkencore ndërkombëtare Shqipëria në periudhën bizantine, një ngjarje e cila po mbledh për herë të parë studiues vendas dhe të huaj për të hedhur dritë mbi rolin e territoreve shqiptare në kohën e Bizantit. Në të marrin pjesë 10 akademik, arkeolog, historian dhe ekspert të trashëgimisë, të cilët do të paraqesin kumtesa mbi tematikat kryesore të periudhës bizantine. Kjo konferencë ka për qëllim pikërisht që në radhë të parë të dëshmoj këtë lidhje historike që kemi patur dhe kemi me faktorët ndërkombëtar me peshë si në atë kohë edhe sot, pra që Shqipëria me pak fjalë ka qenë dhe mbetet një qendër e kulturës identitare, kombëtare, rajonale dhe evropiane. Ky organizim shihet si një hap i rëndësishëm për studimet historike në vend, duke synuar krijimin e një qendre bashkëpunimi ndërkombëtar, si dhe nxitjen e kërkimeve të mëtejshme mbi një periudhë të rëndësishme të historisë sonë. Synimi i kësaj konference nuk është thjesht vetëm të kujtoj periudhën bizantine në historinë e shqiptarëve, por të nënvizoj se ajo është një shtresë e thellë e identitetit historik, shpirtëror e kulturor të tyre. Kjo konferencë përfaqëson një pikë thjesë të rëndësishme në fushën e studimeve bizantine, veçanërisht sa i përket mozaikut të pasur historik të Shqipërisë. Nisma ndërmarr ka një rëndësi të madhe, pasi premton të hedhë dritë të re mbi një aspekt thelbësor, por shpesh të anashkaluar të historisë dhe kulturës bizantine. Punimet do të vijojnë edhe të shtunën në Akademinë e Shkencave, ku diskutimet pritet të thellohen mbi çështjet e trashëgimisë materiale dhe shpirtërore të periudhës bizantine në Shqipëri.